Në organizim të shoqatës Vllaznimi në bashkëpunim me Federatën Shqiptare dhe Bashkinë e Durrësit, nga data 25 qershore deri më 5 korrik, mbahet edicioni 20 jubilar, turneu ndërkombëtar i futbollit për grup mosha të reja Vllaznimi Cup 2025. Ku pritet të marrin pjesë ekipe nga rajoni dhe disa vende europiane. Turneu Vllaznimi Cup 2025 edhe kësaj radhe mbahet me moton të ndryshëm por të barabartë. Këtë e deklaroi Idris Gashi, presidenti i Asociacionit Vllaznimi. Shoqata Vllaznimi, si çdo vit, bën organizimin e aktivitetit turneut Vllaznimi Cup për 2025. Shoqata Vllaznimi në bashkëpunim me Federatën Shqiptare e Futbollit dhe Bashkinë Durrës po merr të gjitha masat, sepse si vjet ne kemi edhe 20 vjetorin e turneut dhe ky organizim do jetë më i veçantë nga të gjitha organizimet e tjera. Në krahasim të edicioneve të mëparshme, kësaj radhe pritet pjesëmarrja e më shumë ekipeve, pos nga vendet e rajonit dhe nga Italia, Zvicra dhe disa vende të tjera. Të veçanta ka shumë gjëra, por kryesorja është pjesëmarrja e shumë ekipeve në këtë turne nga Italia, Greqia, që kishte vite pa ardhur, nga Greqia dhe Turqia. Presim dhe një ekip nga Zvicra, nga Bazeli. Kështu që përveç ekipeve nga Kosova, Maqedonia, Malizi, Presheva, Bujanovci, kemi edhe ekipe nga shtetet të tjera. Do jetë një aktivitet shumë i bukur dhe të gjithë fëmijët që do marrin pjesë, trajnerët, drejtuesët e ekipe, do jenë shumë të kënaqur. Organizatori i këtij manifestimi sportiv, Idris Gashi, tha se të gjitha ekipet do të akomodohen në hotele në afërsi të plazheve. Janë marrë të gjitha masat për akomodimin e ekipeve, hotelet që janë buzdetit. Fëmijët përveç se akomodimit në hotele kanë dhe plazhin afër, plus ndeshjet e futbollit që do zhvillohen tek anekset e stadiumit Niko Dovana, anekse mjaft mira me të gjitha kushtet, si dhe shëtitjet në pika turistike të qytetit Durrësit, Krujës dhe Tiranës. Për në fund, organizatori bëri apel që ekipet e interesuar të regjistrohen sa më parë, me që interesimi është jashtëzakonshëm. Interesimi është jashtëzakonshëm për regjistrimet, kanë filluar, dhe i ftojmë të gjitha ekipet me një slogan të vetëm, të ndryshëm, por të barabartë. Ju mirëpresim. Turneu ndërkombëtar i futbollit për grup mosha të reja Vllaznimi Cup 2025 është spektakolar, pasi qyteti i Durrësit për këto 10 ditë, aq sa do të zgjas ky turne, është kryeqyteti i fëmijëve nga gjithë Ballkani, me moton të ndryshëm por të barabartë. Të gjitha skuadrat që po marrin pjesë në edicionin e 20 pos aktiviteteve sportive, ata do të marrin pjesë edhe në aktivitete tjera kulturore sportive.